Hej, përshëndetje të gjithë ju që kërkoni mirësi dhe paqe në këtë botë. Sot, si temë kam zgjedhur t'ju bëj një pyetje. Punoni për t'jetu apo jetoni për të punu? Në përgjithësi, jo vetëm ne emigrantët shqiptarë, por edhe të tjerë nga e gjithë bota, punojnë nga mëngjesi deri në darkë, pa pushim. Ka dhe nga ata që as në fundjavë nuk pushojnë, përfshirë këtu edhe veten time. Dhe këta e bëjmë që të krijojmë një jetë më të mirë. Gënjejmë veten ndonjëherë duke thënë që të mbledhim ca lek më njanë, pastaj do t'i shikojmë edhe ne qefet si të tjerët. Por harrojmë gjën më kryesore, që koha është flori. Çdo minutë që ne na ikën, nuk na kthehet më. Ne po harrojmë të jetojmë, sepse jeta nuk është thjesht një listë detyrash për t'i kryer. Jeta është të ndjesh gjërat më të vogla, të qeshësh me gjithë shpirt, të bashkohesh me të afërmit e tu, në çastet kur ata gëzojnë për përvjetoret e tyre apo arritjet të tjera të tyre. Jetë është të shkosh diku, të qetësohesh, të shkosh në breg të detit apo në ndonjë vend tjetër për të parë perëndimin e diellit. Për shumë nga ne, këto çaste të bukura në jetë i humbin, sepse nuk na lë puna. Ne e shtym lumturinë për më vonë, por mos prit momentin e përsosur për t'jetuar, sepse mbijetesa është e nevojshme, por të jetosh bukur është zgjedhja jote. Më shkruani, çfarë keni zgjedhur ju? Të jetoni apo të mbijetoni? Uroj që sot të gjeni pak kohë për veten tuaj, që t'jetoni. Ju falenderoj shumë që më dëgjoni dhe mirupafshim në videot e tjera.